Maska me sot buke që zhduk 10 vite nga fytyra juaj. Ja çfarë do ju ndodh brenda muajit. Kjo maske bërë në shtëpi i zhduk të gjitha problemet e fytyrës që nga shenjat, aknet, rrullat e të tjera. Nuk është e nevojshme të blini produkte super të shtrenjta bukurie. Ndonjëherë mjafton të kombinoni përbërësit e duhur për të arritur gjëra të mrekullueshme për fytyrën tuaj. E mira tjetër në këtë rast është se maska që do të bëni do të jetë natyrale dhe vetëm me 2 përbërës që gjenden: kollaj, sot buke dhe vaj kokosi. Produkti i fituar nga kombinimi i këtyre 2 përbërësve është tejet efektiv në kushtet e problemeve të lëkurës. Përveç një produkti natyral është edhe i sigurt për çdo lloj lëkure. Vaji i kokosit njihet për vetit antibakteriale, ndërsa soda e bukës tejet e mirë për trajtimin e akneve dhe rikthimin e pahashit të lëkurës. Çrregullimi i pahashit të lëkurës sjell probleme të akneve, lëkurës së thatë dhe të tjera. Për këtë ju duhen 2 lugë çaji vaj kokosi, 2 lugë çaji sot buke. I përzeni së bashku dhe aplikoni në fytyrë për 10 deri në 15 minuta dhe shplani me ujë të rrjedhshëm.